Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetin në studio, ku do flasim sot për një temë tjetër të bukur, interesante edhe të dobishme, sepse do flasim për një temë kushtimisht të verore, për Akademinë Verore të titulluar Akademia Verore 3K, e cila po realizohet në kuadër të Litera Academy. Dhe për të folur për këtë temë, se si po funksionon, cila ka qenë ideja dhe qëllimi për të realizuar, çfarë ka si mision, çfarë kanë pasur si mision udhëheqësit dhe organizatorët, dhe si është raporti apo si ndërtohet ky raport me fëmijët që në këto ditë të verës të kenë kreativitetin, të argëtohen dhe njëkohësisht të mësojnë, të zhvillojnë dhe inteligjencën e tyre pikërisht përmes këtyre shkollave apo akademive verore. Nder dhe kënaqësi që në studion ton sot të kemi një ndër udhëheqëset e kësaj akademie, e njohur dhe e njohur për emisionin ton për faktin që ka qenë domethënë dhe disa herë dhe ka folur për çështje të ndryshme që ndërlidhen me psikologjinë, psikologen Ajnure Selmani. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe Ajnure. Përshëndetje Ariana, faleminderit për ftesën. Kënaqësi shumë e madhe në fakt që të kemi këtu për të folur për këtë temë, e cila është aktuale, është e bukur për të trajtuar, për të diskutuar dhe për të marrë më shumë informacione, besoj të dobishme edhe për shikuesit, pasi që është dita e dytë apo e tretë që sapo ka filluar kjo Akademi Verore. Pra, çfarë është kjo Akademi Verore 3K dhe cila është ideja për ta realizuar një aktivitet të tillë? Akademia Verore realisht është një program veror edukativ, i cili nxit zhvillimin e fëmijëve përmes lojës, përmes aktiviteteve grupore, nxit kreativitetit, nxit të menduarit kritik, kuriozitetin e disa funksione tjera kognitive. Ideja se si lindi për të realizuar një shkollë verore, realisht Litera Academy për të satën vit me radh ka një grup parashkollor, një qëndrim ditor me fëmijë parashkollor të cilët ndjekin qëndrimin ditor aty, duke u kujdesur një edukatore e grupit parashkollor, dhe për të satën vit me radh realisht organizon shkolla verore të këtij lloji, po edhe të llojeve të ndryshme. Çdo vit ka qenë realisht ndryshe prej vitit tjetër, duke u munduar që tek publiku të sjellë risi, edhe duke u munduar që tek fëmijët të sjellë dëshiren edhe t'i nxisë që ato ta ndjekin një akademi verore apo një shkollë verore. Duke e ditur faktin që fëmijët mbasi dalin prej shkollës, ose fëmijët mbasi dalin prej çerdhes, dëshirojnë që vetëm të pushojnë edhe të jenë të lirë, të kenë më shumë hapësirë dhe më shumë kohë për të luajtur. Na kemi organizuar çdo vit akademitë verore të jenë përmes lojës, mirë po ato loja të kenë në prapavini të nxisin një të menduar kritik, të nxisin një kreativitet, të nxisin një kuriozitet apo një funksion tjetër të aftësive kognitive tek fëmijët. Megjithatë keni titulluar Akademia Verore 3K. Pse pikërisht ky emër? Po, këtë radhë realisht na pasi jemi mbledhur ekipi i akademisë dhe vendosëm që këtë radhë të titullohet Akademia 3K, programi është i ndërtuar mbi disa aktivitete të cilët konkretisht nxisin kreativitetin, nxisin kuriozitetin, krijimtarinë, mendimin kritik, edhe tham hajde pse jo ta titullojmë Akademia 3K, duke dhënë edhe informacione tjera pastaj më poshtë se kjo akademi verore nxit këto koncepte tek fëmijët. Cili është misioni apo qëllimi që keni pasur për ta realizuar një akademi të tillë? Misioni apo qëllimi jon ka qenë që fëmijët realisht të pavarësohen, të krijojnë një lloj pavarësimi, të krijohet bashkëpunim, të krijohet mendimi kritik, të krijohen aftësi sociale, të krijohen aftësi apo shkatësi komunikimi tek fëmijët. Ky ka qenë qëllimi jon, edhe t'u ofrojmë fëmijëve që në mënyrë argëtuese realisht ti fitojnë këto shkatësi jetësore, që unë realisht i vlerësoj shumë edhe ju jap shumë përparësi në grupet paraprake që kam punu, apo edhe me grupet që jam duke punu, ju jap shumë rëndësi shkatësive jetësore tek fëmijët, edhe mundohem edhe i këshilloj dhe prindrit që fëmijëve të vetë t'i nxisin këto shkatësi jetësore, se pastaj pjesa akademike vetëse rrjedhimisht vjen me kohë tek këto. Po, cilat janë aktivitetet të cilat këta fëmijë zhvillojnë gjatë kohës kur janë në akademi, pra a kombinojmë këtu loja, mësimi me aktivitetet e përditshme? Po, realisht unë edhe e përmenda disa herë, ndoshta
na gjithë aktivitetet I realizojmë nëpërmjet lojrave, për shkak se dhe mosha është ku fëmijët mësojnë përmes lojës, edhe ato duan që nëpërmjet lojës të argëtohen, njëkohësisht edhe të mësojnë. Aktivitetet të cilët na I zhvillojmë në Akademinë Verore janë lojra edukative, janë eksperimente, janë punë në grupe, janë disa punëtori të cilët do realizohen nga ana ime si psikologe, pastaj disa punëtori tjera të cilët do realizohen nga pedagogë dhe sociologë të fushave të ndryshme të cilët do nxisin tek fëmijët dëshirën edhe interesin për të vazhduar edhe ma andej. Disa aktivitete do realizohen brenda akademisë, në hapësirat e Litera Akademisë konkretisht, ndërsa disa aktivitetet e tjera do realizohen në hapësirat të hapura, konkretisht në parkun e qytetit të Tetovës, edhe në ambientet hapur që fëmijët kenë edhe më shumë hapësirë për të marrë frymë edhe për ta ndjerë verën tamam se na ka ardhur. Po. Megjithatë, si është një ditë ose si është organizuar një ditë tipike në akademi, meqense përmendet që disa aktivitete do të realizohen brenda dhe disa jashta hapësirës Litera Akademisë. Pra si është një ditë e zakonshme, si mund ta përshkruajmë? Po. Okej, na ditën e parë realisht e kemi kalu, sot ka qenë dita e dytë e kësaj akademie, është formuar një grup I fëmijëve të cilët ndjekin akademinë. Dita fillon me pritjen e fëmijëve. Më pas në klas na kemi realizuar një kënd ku është I mbushur me jastika, me libra për fëmijë, me lodra Montessori, me lodra edukative, ku realisht I lejmë fëmijët të lirë 15 deri 20 minuta që ato të bisedojnë, bashkëbisedojnë, të zhvillojnë aftësitë e komunikimit, të zhvillojnë aftësitë e bashkëveprimit, bashkëpunimit, aftësitë sociale. Do të thonë aty janë të mbikëqyrur normalisht nga unë dhe edukatorja, mirë po janë të lirë. Dhe më pas kalojmë te pjesa e aktiviteteve ku varësisht aktiviteteve që I kemi para pa për atë ditë, realizohen aktivitetet 3 deri në 4 aktivitete kemi para pa për çdo ditë që të realizohen, mirë po jo gjithmonë do realizohen për shkak se fëmijët na I kemi para pa me minutazh sa do zgjasen një aktivitet, po nganjëherë interesi I fëmijëve është përtej asaj për ta përsëritur aktivitetin edhe një herë ose edhe 2 herë, edhe ndoshta aktiviteti I fundit na ngel për ditë tjetër. Dhe pjesa përmbyesese zakonisht është ajo se çka kemi mësu, si kemi kalu, a jemi kënaq, a si jemi kënaq, të ndajnë fëmijët një lloj feedbacku, të përshëndeten mes veti edhe të shkojnë në shtëpi. Megjithatë ajo që ju intereson sigurisht edhe qytetarëve se çfarë grup moshe janë fëmijët të cilët mund të regjistrohen në këtë akademi. Sigurisht që është e limituar dhe kufizuar si moshë, nuk mundet çdo fëmijë që të merr pjesë për shkak të moshës. Po. Për shkak edhe të diskrepancës se moshat më të rritura nuk do dojnë trinë me fëmijë më të vegjël ose fëmijët e vegjël nuk do përshtaten me fëmijët më të rritur. Na kemi vendosur fillimisht që kjo akademi tu ofrohet fëmijëve të moshës 4 deri në moshën 8 vjeçare, mirë po interesi I madh ishte nga prindrit për moshën 3 vjeçare dhe kështu që kemi vazhduar grup mosha është 3 deri 6-7 vjeçare. Kemi fëmijë prej 3 deri 6 vjet, konkretisht ky grup që është formuar janë 3-6. Përmendëm pak më herët 3K, mirë po edhe në poster keni përmendur mendimin kritik, vetbesimin dhe bashkëpunimin. Ajo që më intereson më shumë është se si zhvillohen konkretisht këto 3 aftësi, domethënë të gërshetuara në një akademi. Po, realisht këto 3 koncepte që ti përmende zhvillohen përmes diskutimeve, përmes sfidave, përmes garimeve që na I ndajmë fëmijët në grupe dhe pastaj ato garojnë cili grup do fitoje, cili grup nuk do fitoje, cili do dale këtë radhë fitues, cili ditën e nesërme. Përmes krijimit të ideve të tyre, përmes krijimit të punimeve të ndryshme, realisht çdo aktivitet që është para pa për këtë akademi nxit një ndër këto koncepte të cilët na I përmendëm edhe realisht I kemi vendosur edhe në poster. Sa dhe si mund t'ju ndihmojë domethënë kjo akademi I fëmijëve që të jenë pak më të pavarur. Përmendet në fillim që në pjesën e parë fëmijët janë pak më të pavarur sepse njoftohen me njëri tjetrin dhe fillojnë bashkëpunojnë. Por sa ju ndihmon që të jenë më të pavarur ndoshta edhe në aktivitete tjera që do t'i bëjnë edhe pas akademisë? Realisht pavarësia është një ndër pikat ose një ndër gjërat që prindrit na I kërkojnë neve edukatorëve ose psikologëve ose pedagogëve ndaç në shkollë, ndaç në qendra ditore ose kudo që I çojnë, për shkak se fëmijët tash janë më të llastuar edhe
i kërkojnë gjërat që t'i kenë hazër. Prindrit kur vinë me ankesat se gjithçka do hazër, unë do t'ja baj çantën, unë do t'ja përgatis teshat, unë do t'ja lidh këpucët, unë do t'ja mbush gotën me ujë ose gjëra të tilla. Na në akademi kemi parapa disa aktivitete të cilat do nxisin pavarësinë e fëmijës. Nëpërmjet orëve të gatimit, na do realizojmë disa orë të gatimit ku fëmijët do pavarësohen në fund të akademisë që të munden të krijojnë një sendviç vet, të munden ta bëjnë ta mbushin lëngun në godë vet, munden të vishen vet nëpërmjet rutinës ditore, një aktivitet i cili do realizohet në javën e fundit të akademisë, është rutina ditore, ato do vishen, do zhvishen vet, do i lajnë dhëmbët. Nëpërmjet këtyre aktiviteteve na pretendojmë që të nxisim pavarësinë tek fëmijët. Mirë po, pas përfundimit të akademisë verore, çfarë përfitimesh do të kenë fëmijët, apo çfarë përfitimesh do të shohin prindërit nga këto programe tek fëmijët e tyre? Realisht unë mendoj se çdo program që është i dedikuar për fëmijët, çdo program i cili fëmijët realisht shkojnë për të pavarësuar ose për të fituar një aftësi, në fund të atij programi detyrimisht fëmia të ketë marrë diçka. Na kur e kemi kriju planin edhe programin e akademisë, në fund kemi thënë që fëmijët kur të dalin prej këtu të jenë më të pavarur, të zhvillojnë mendimin e tyre kritik, të jenë ato të cilët do shprehen më mirë, që të zhvillojnë aftësi komunikative, të zhvillojnë aftësi sociale, të jenë më bashkëpunues, më bashkëveprues, edhe të munden të zhvillojnë aftësitë e tyre edhe motorike, siç janë motorika globale apo edhe ajo fimja. Dim që gjatë verës ka shumë shkolla verore të cilat po realizojnë aktivitete të tilla. Megjithatë, çfarë do të kishe dalluar apo pse një prind duhet të zgjedhë pikërisht Akademinë Verore 3K që dallon le të themi nga shkollat e tjera në këtë rast? Kjo pyetje pak unë mendoj se prindrit tashmë kanë mundësi të mëdha për shkak se në periudhën e verës tek na realizohen shumë shkolla verore, ku prindrit munden t'i dërgojnë fëmijët e tyre dhe gjithkund ku t'i dërgojnë unë nuk mendoj se gabojnë. Çdo program për fëmijët është përfitues edhe në fund ato do fitojnë. Pse neve të na zgjedhin? Neve duhet të na zgjedhin për atë që kemi një program i cili është i pasur me aktivitete të cilët nxisin shkatësitë jetësore dhe i lejnë në dytësore ato pjesën akademike. Unë mendoj që fëmijët mjaftueshëm gjatë gjithë vitit akademik ose ato parashkollorët në çerdhe mundohen të ngjyrosin, të shkruajnë, të bashkojnë vija, të bashkojnë shkronjat, të njohin numrat, forma gjeometrike e tjerë, ndërsa shkatësitë jetësore më pak nxiten. Ndërsa në këtë akademi, në këtë program që ne tash jemi duke e zhvilluar, realisht përparësi kemi dhënë kësaj, edhe për këtë arsye dhe presim që prindrit të na zgjedhin neve. Si është komunikimi juaj me prindërit gjatë zhvillimit të akademisë? Sigurisht edhe për sigurinë e fëmijëve të tyre, por megjithatë edhe si zhvillohet ky komunikim edhe gjatë kohës kur po zhvillohet akademia? Po, realisht na edhe ditën e parë kemi pasur disa biseda jo formale me prindrit e fëmijëve, ku është prezantuar programi edhe plani i gjithë akademisë, se si do rrjedhë dhe si do zhvillohet. Bisedat formale vazhdojnë edhe më andej, kemi prindër të cilët do duhet deri fazën e adaptimit të fëmijës të qëndrojnë aty me fëmijën ose të jenë afër qendrës tonë për të kontrolluar fëmijët, ndërsa në vazhdimsi na me to kemi biseda telefonike dhe shpërndajmë fotografi të cilët nga aktivitetet që realisht fëmijët i realizojnë brenda akademisë. Edhe mbas kësaj në fund të akademisë na do kemi një ditë të hapur me nënat edhe fëmijët, edhe një punëtori për prindërimin që do ju ofrohet prindërve të cilët do i sjellin fëmijët tek na për Akademinë Verore. Ainur, ju përmendet që ka filluar veç se Akademia Verore, megjithatë deri kur do të zgjasë, a mund të regjistrohen fëmijët e tjerë gjatë zhvillimit të akademisë? Po, Akademia Verore ka filluar, thash, kjo është dita e dytë që realisht na e mbajtëm sot. Akademia Verore do zgjasë 1 muaj, është 3 herë në javë, e hanë, mërkurë, premte. Mirë po munden të regjistrohen edhe fëmijë mandej, na vetë se kemi formu grupin, mirë po jemi të hapur edhe për të na u bashkuar edhe fëmijët e tjerë. Kemi fëmijë shumë të lezetshëm që presin bashkëmoshatarët e tyre të bashkohen.
Gjithashtu, një mundësi që na e kemi krijuar është që nëse ndonjë prind dëshiron që ta sjellë fëmijën e tyre vetëm për 1 ditë ose për 2 ditë, munden edhe këtë ta bëjnë, ta sjellin vetëm për atë ditë që dhe ti realizojë vetëm ato aktivitetet të cilët janë paraparë për atë ditë, nëse ato do dëshironin. Po. Dhe përsa i përket vendit dhe hapësirës se ku realizohet e përmendet? Po, Akademia Verore zhvillohet në hapësirat e Litera Akademisë, e cila gjendet pranë shkollës së muzikës në Tetov ose afër shkollës Goce Delçev, midis 2 shkolla, do të thënë një akademi e kanë që të mund ta shfrytëzojnë, po. Tu zhvilluar. Cili është, le të themi, momenti më i bukur që keni përjetuar deri më tani me grupe fëmijësh për juve personalisht? Ariana. Ka shumë momente ndoshta. Po, kjo është viti im i 6 që unë realisht punoj me fëmijë, edhe ka shumë momente të bukura, edhe nuk e di tash cilën do e kisha veçu si moment të bukur, po buzëqeshja, sinqeriteti edhe dashuria e paqë që realisht e falin fëmijët edhe na e falin neve edukatoreve, unë do e kisha veçu si diçka më të shtrenjtë edhe më të përzemër që unë e kam ma afër vetes. Edhe sa herë në shoqëri ose me miq kur e bisedojmë, ju them se sa mirë do ishte sikur na të rriturit ta ruajmë pak atë fëmijën brenda neve që e kemi, edhe bota do ishte më e paqët edhe na midis veti do ishim shumë më okay njëri me tjetrin. Po, megjithatë përveç kësaj pjese dua të ndalem edhe pak tek ajo se çfarë ju motivon më së tepër gjatë punës me fëmijët. Po, realisht vetë fëmijët mua më motivojnë shumë në këtë punë, mirë po ajo kur shoh që fëmijët të cilët vinë ditët e para, qofshin në akademi, qofshin në shkolla verore, qofshin në grupe formale ose jo formale, ose në shkollë, dhe ato nuk munden, ditëve para qajnë ose janë shumë të lidhur me prindrit, nuk duan të rinë, edhe pas një periudhe, ato thujnë mësuse unë e mundem vetë, unë e mundem të bëj, unë e dua të ri, unë kam dëshirë të vi, do vi nesër, kur do vi ose më thirrin telefon, kur do vi ditën tjetër, unë më ka marrë shumë malli. Kjo është një motivim që na jemi okay, jemi në rrugën e duhur edhe kjo është një ndër motivet më të mëdha që realisht më nxit që edhe më andej ta vazhdoj punën me fëmijët edhe uroj që asnjëherë mos e lej. Sigurisht që po, sigurisht që po. Megjithatë, mesazhi që do të kishit dashur t'ju jepni prindërve të cilët janë në dilemë nëse duhet të regjistrojnë fëmijët në Akademi Verore, cili mesazh do të ishte? Po, prindërve do ju kisha thënë që fëmijët e tyre t'i lejnë të eksplorojnë, fëmijët e tyre t'i lejnë që kohën e tyre ta kalojnë sa më cilësore, dhe të mos e kalojnë në teknologji, të mos e kalojnë në telefon ose në iPad-at e tyre, dhe mundësi e mirë është një Akademi Verore e cila nxit gjithë këto shkatësi jetësore, nxit gjithë këto koncepte dhe aftësi kognitive tek fëmijët, që ato të kenë t'i përgatisin fëmijët e vetë për sfidat e radhës, qofshin ato fëmijë të cilët nesër do haprojnë në çerdhe ose do haprojnë në klasë të parë, ato të cilët i kemi parashkollor. Kështu që prindër, lejoni fëmijëve t'juaj që ta kalojnë kohën në mënyrë sa më cilësore, edhe lejoni që ato ta eksplorojnë botën edhe të jenë vetja. Po. Çfarë prisni nga këta fëmijë në fund të mbarimit apo përfundimit të Akademisë Verore? Në çfarë mendoni që mund të aftësohen? Realisht na këtë dhe do e shohim edhe në fund të Akademisë Verore, mirë po ajo që na qëllimi jonë kryesor ka qenë që fëmijët të pavarësohen, të zhvillojnë aftësi komunikative, të zhvillojnë aftësi sociale, të kenë sa më shumë bashkëpunim, bashkëveprim, të jenë sa më krijues, kreativ, kurios, të mos ndalojnë së pyeturi, nga njerë mësuese ndoshta edhe lodhen nga pyetjet e tepërta të nxënësve ose të fëmijëve, mirë po mua ato edhe më shumë më motivojnë. Edhe duhet që sa më shumë edhe t'i nxjis që ato të mos ndalen së pyeturi. Këtë do doja që na në fund të akademisë të kemi fëmijë të cilët nuk të ndalen së pyeturi, do jenë shumë kurios, do dënë të dinë gjithçka si është kriju, si hajde edhe unë e ta krijoj, të munden të nxisin mendimin e tyre kritik, të munden të bashkëveprojnë me moshatarët e tyre, me grupet e tjera shoqërore, si dhe ajo pika jonë kryesore është që ato të pavarësohen edhe të jenë vetja mandej.
Nur, ishte kënaqësi shumë e madhe që ndahet kohë nga dita juaj sot për të na nderuar dhe për të marrë edhe ne më shumë informacione të dobishme në lidhje me Akademinë Verore që uroj të zgjasë dhe të jetë tradicionale dhe viteve të tjera, sepse fëmijët tanë kanë çfarë të mësojnë nga akademitë të tilla. Faleminderit shumë që na nderove. Faleminderit shumë ty Ariana dhe faleminderit televizionit tuaj që jepni hapësirë rasteve të tilla të prezantojnë veten edhe të tregojnë publikut se realisht çka ato ju ofrojnë. Faleminderit shumë, kënaqësi shumë e madhe. Të nderuar shikues, ishte pra kjo pjesa me personalitetin e ditës, ndërkaq që vazhdoni të qëndroni dhe më tuqe me ne, do të rikthehemi vetëm pas pak.